të madh. Dhe është momenti për të folur, sepse këto pazare janë pazaret e Edi Ramës. Nuk kanë ngrënë të gjithë dardha dhe Edi Rama ka ngelur pa ngrënë dardha. Besoni se drejtësia po vepron, zonja Kuçana? Po, unë edhe kam uruar kreun e Spakut, patjetër që drejtësia po bën detyrën që i takon për të bërë. Pra në çdo vend të botës duhet që pushtetet të jenë të ndara. Dhe sistemi i drejtësisë, pushteti i drejtësisë duhet bëj punën që i takon. Por nëse ka afera korruptive, nëse ka korrupsion dhe drejtësia vepron. S'ka më pyetje nëse ka. S'ka më pyetje nëse ka. Përse proteston Partia Demokratike kur këtë mund t'ia lërë drejtësisë? Nuk ka më pyetje dhe nuk ka shqiptar që nuk e di që jo vetëm se ka vjedhje, korrupsion, mega korrupsion, po tashmë kemi të bëjmë me grup strukturuar kriminal, me në krye kryeministrin, pra nuk kemi thjesht me korrupsion. Ja lini drejtësisë atë. Drejtësia do të bëj punën e saj dhe ne do bëjmë punën e tonë. Ne jemi opozita, jemi gardian të demokracisë, ne jemi njerëz të cilët na kanë besuar pikërisht për të bërë opozitën. Me denoncime, po besoj se pjesë e denoncimeve tona ka qenë edhe një pjesë e tyre. Jo, me denoncime, protesta çfarë synojnë? Jo, denoncime, protesta, grevaurie, cila do lloj rrugë e cila që Edi Rama të japi tërheqjen një. Zonja Kuçana, me që flasim për protesta, aty është zhvilluar një protestë kombëtare dhe historia politike në Shqipëri ka treguar që asnjë protestë nuk e ka rrëzuar një qeveri. Qoftë kur ka protestuar Partia Socialiste kur Partia Demokratike ka qenë në pushtet, apo edhe tani. Si mund të rrëzohet Edi Rama ndjes? Atëherë, ju siguroj që nuk ka rrugë tjetër përveç se qeverisë tranzitore. Një qeveri e përbërë me njerëz të cilët kanë integritet, një qeveri e integrimit europian që do të bëjë reforma të rëndësishme për Shqipërinë dhe për shqiptarët, një qeveri larg krimit dhe korrupsionit, larg njerëzve të lidhur me pazaret të cilat e kanë vjedhur dhe e kanë lënë, jo vetëm se e kanë lënë në vendumro, po e kanë çuar hapa mbrapa Shqipërinë, unë ju siguroj që kjo qeveri tranzitore do të ndodhi shumë shpejto. Do të vi përmes protestave? Protestave tuaja? Do të vi nëpërmjet të gjitha skenareve që ja u thash më përpara. Protestave, denoncimeve, grevave të urisë, presioni ku themi bashkëpunëtorët e Edi Ramës. Po ju them që do fillojnë, sepse askush nuk pranon që të bëj burg tashmë për Edi Ramën. Dhe ju mendoni se Edi Rama do largohet dhe dorëheqjen nga protesta dhe nga greva e urisë, nga gjithë ky presion i madh? Nëse Edi Rama nuk do të japi dorëheqje, besoj se do kuptoni qartë se pse ishte gjithaj presion mbi gjykatën kushtetuese, sepse vetë Edi Rama ka frikë se gjykata kushtetuese do ta pezullojë në detyrë kryeministrin e vendit. Pra Edi Rama nuk e bëri për të mbrojtur Belinda Ballukun. Për çfarë? Por e bëri sepse Edi Rama e di që nëse Edi Rama do vazhdoj të mbaj Belinda Ballukun, apo nëse do përpiqet të mbaj pushtetin me çdo kusht, atëherë edhe Edi Ramën mund ta presi një pezullim në detyrë, ose ndoshta mund të kemi edhe zhvillime të tjera të cilat shumë shpejt do jemi prapë në studion tuaj për të folur, të cilat janë zhvillime që i bëjnë mirë Shqipërisë, i bëjnë mirë shqiptarëve, sepse shqiptarët tashmë është momenti tyre për të çliruar nga ky mankth. Pra, zullumi i madh ja ka zënë grykën Edi Ramës dhe njerëzve të Edi Ramës. Mirlinda Karçanaj, që në 2013 drejtoresha, pra e besuara Edi Ramës. Pra Mirlinda, Belinda, Linda Rama, pra ky ka dhe gjitha me Linda, po ti shikosh, pra të gjitha këto njerëz të pandryshuar nga pushteti i Edi Ramës. Atëherë përderisa ka rënë rrethi i të gjitha Lindave me radhë, kemi pas edhe Lindita Nikollën, unë mendoj që tashmë ka radha e lindës Edi Ramës, në borën e Edi Ramës. Dhe patjetër që Baxhanaku i Edi Ramës do duhet të japi shpjegime se nëpërmjet kujt është bërë rrëmbimi i biznesmenit, nëpërmjet kujt është bërë pazaret edhe parat, e dashur, nuk bëhet fjalë për pak para. Bëhet fjalë për 400 milion euro në vit tendera. A e kupton që shqiptarët nuk kanë as 400 euro për të mbyllë muajin dhe këta lundrojnë në paratë të shqiptarëve? Si po e shfrytëzon Partia Demokratike? Është gati sot kjo forcë politike për të qenë një alternativë qeverisë?